Ja ku u rikthyem prap këtu 33 ditë nga dita që u nisëm, fillimisht me gratë dhe vajzat komando të Partisë Socialiste në të 12 qarqet dhe pastaj të gjithë këti sheshi të Skënderbeut për të mbledhur çfarë mbollëm me shumë punë e me plot mund për 4 vite me radhë në zemrat dhe në mendjet e shqiptarëve.
Për 30 ditë shqiptarët dëgjuan, vlerësuan, gjykuan dhe në 11 maj ata vendosën të na e besojnë ne Partisë Socialiste mandatin e 4. Dhe na besuan më shumë se asnjëherë më parë për një sfidë më të madhe se asnjëherë më parë. Sepse në 4 vjet ne mbollëm ende më shumë besim tek Shqipëria, prandaj mblodhëm ende më shumë besim nga shqiptarët. Ne mbollëm ende më shumë shpresë për Shqipërinë, prandaj mblodhëm ende më shumë shpresë nga shqiptarët. Ne mbollëm krenari ende më të madhe për Shqipërinë europiane, që po ndërtojnë gur pas guri. Prandaj mblodhëm votjat e një mbështetje referendare për Shqipërinë që do të arsojnë Bashkimin Evropian vit pas viti. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe zi çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen me si Shqipërie gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton europian dhe një Shqipërie të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvarr nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së yjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapeleje fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në umner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit tonë për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin tonë. Faleminderit Shqipëri. Në kujtesën time, kjo fjalë fitoreje ka qenë më e vështira gjë sot për të bërë një fjalë që arrin ta thotë atë çka për mua është kjo fitore. Dhe ndjes sepse realisht më është e pamundur të arrij ta them me gojë gjithçka që ndjej dhe mendoj prej orësh të gjata, ditësh dhe netësh pa gjumë, përballë një arritje të tillë, e cila është historike, jo thjesht për përmasën e fitores Partisë Socialiste, po mbi të gjitha për momentin historik kur kjo fitore mori jetë për Shqipërinë. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për t'i falendëruar dhjetra mira, gratë e burrat, vajzat e djemt, e familjes sonë të madhe politike, që 4 vjet me radhë e shtruan me përpjekje, durim dhe disiplinë në çdo territor të Shqipërisë dhe së fundmi për 9 muaj, pa pushim, edhe në çdo drejtim jashtë kufive ku jetojnë shqiptarët, rrugën e kësaj fitoreje të paharrueshme. Faleminderit. Asherë faleminderit sa që janë antar dhe antare të familjes sonë politike që e bën si duhet pjesën e tyre për këtë fitore. Asherë faleminderit sa çdo mbështetës i Partisë sonë Socialiste që dha votën e vet për këtë fitore dhe sa çdo zgjedhës që këtë herë erdhi me votën e tij drejt nesh, edhe pse mund mos jetë tradicionalisht me ne. Një falënderim krejt veçantë do ta bëj për shqiptarët e Greqisë, Italisë,
Europës, Amerikës dhe kudo tjetër, ku qoftë edhe një shqiptar i vetëm, u regjistrua si zgjedhës. Ka qenë një ushtrim i parë historik për nga fakti i herës parë dhe fantastik për nga numri i pjesëmarrësve në raport me atë të regjistruarve, një ndër më të lartët në votimet e diasporës që kemi parë në Europë. Shumë faleminderit nga zemra, një përqafim të gjithëve nga sheshi i Gjergj Kastriotit. Edhe pse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Për Shqipërinë që ecën në drejtim në dur dhe Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian me ne të gjithë bashku, me mua dhe me Partinë Socialiste. Kjo do të thotë shumë për mua, kjo do të thotë shumë për ne të gjithë. Dhe nuk di se si mund ta them akoma që vërtet s'di se si t'i falenderoj të gjithë sa dhe si duhet. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Aq herë faleminderit të gjithëve sa çka shqiptare në këtë qell. Nga ata që ndrihen të fare, pa u gdhir për të punuar tokën, dhe deri tek ata që nuk vën gjumë në sy derisa gdhihet për ta mbrojtur këtë tokë. Sepse në radh parë fal tyre, shumica dërmuese e shqiptarëve dhe shqiptarëve votoi për një Shqipëri që ata e dinë më mirë se kushdo, bëhet gjithnjë e më e mirë. Edhe këtë herë, njësoj si herë në shkuar, ime më, Aneta nuk më ndoqi si hije dashurie pa kushte, në atë pozicionin e saj legjendar para televizorit si në një llogore lufte, deri ditën që iku të ribashkohet me Timap. Por duke qenë se dhe këtë herë që të dy u toroqën jashtë nga varri në fushatën e mosozotshme të mosozotshmëve, dua t'u them të ma bëjnë halal dhe besoj se po na shohin nga lart së bashku dhe janë krenar për mua dhe janë krenar për Shqipërinë që ne të gjithë bashkë po ndërtojmë. Ndërkohë që unë jam sot përsëri shumë krenar për Rean dhe për Gregun, që vazhdojnë të mos na shkaktojnë asnjë dhimbje koke, që jetojnë jetën e tyre larg dritave të skenës, larg zyrave të shtetit, larg çdo marrëdhënie në konflikt interesi, duke duruar sidomos Rea, agresione të rënda verbale, shpifjesh nga më të neveritshmet. Ju falenderoj nga zemra dyve dhe si gjithnjë uroj që t'ju bëj krenar me punën time sot dhe inshallah me gjurmën e punës time nesër. Por falenderimin më të veçantë e kam për të vetmen opozit që unë vazhdoj të mos arri ta mund dot. Por shoqër që më pranon në qeverinë e unitetit, Linda Ramën, maman e paepur të Zaos, nënën kryelar të Reas dhe shoqen besnike të Gregut. Linda është shtylla që i mban në fakt 4 këndët e këtij tavani. Shumë faleminderit grua dhe besoj se nuk flas edhe në emrin tënd, duke falenderuar Zaun, i cili na rin ngjitur si bateri me energji diellore. Kjo fitore me notën 10, të cilën e kisha
në fakt parandjerë dhe parandëruar prej shumë kohësh, mund t'jetë e pabesueshme për ata që as e kanë kuptuar që Shqipëria sot është një Shqipëri krejt tjetër nga ajo dje, dhe as nuk duan ta kuptojnë që ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Po kjo fitore nuk është hiç e pabesueshme, as për mua që e kam kërkuar për ditë. Qysh 4 vjet më parë, në momentin kur sapo kam zbritur nga podiumi që ishte këtu në mbrëmjen e fitores së përparshme, dhe nuk është hiç e pabesueshme as për gjithë ata që nisur edhe nga shumë këtu, duke filluar nga drejtuesit politik të qarqeve, që bashkë me mua punuan shumë fort 4 vjet me radhë për ta sjellë në shtëpinë tonë rezultatin historik të 11 majit. Koha do ta thotë nëse rezultati i kësaj përballje me kundërshtarët tanë të kahershëm dhe të pandrejshëm është në fakt rezultati i një përballje përfundimtare me historinë tonë të mundimshme, në kushtet kur na ra neve shansi t'ia ndryshojmë përgjithmonë rrjedhën historisë. Gjithsesi, në kryqëzimin mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do qeverisë 4 vjet të ardhshme dhe një mundësie historike që Shqipëria 2030 të bëhet zonjë antare e familjes bashkuar europiane, ne u bëm partia që e mishëroi fuqishëm mundësinë historike në sytë e shqiptarëve që duan zonjën Shqipëri në sofrën e BE-s dhe veten e tyre qytetarë të barabartë Bashkimit Evropian. Të tjerët u munduan të na rendin pas me sharje lebetitse dhe me premtime uleritse, por dora dorës mbetën mbrapa, derisa mbetën shumë mbrapa. Megjithatë, edhe pse rezultati përfundimtar s'ka dalë akoma, mbase s'mbetet kredi njëjti, unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Mandati që ne po mbyllim ishte deri tani mandati më i fortë qeverisës si një partie politike. Qysh prej vitit 1992. Ndërsa ky që sapo na kanë dhënë shqiptarët, do të jetë një mandat politikisht po aq i fortë sa ai i atij viti kthese në historinë politike të Shqipërisë pikërisht në 1992. Dhe ne do të bëjmë të pamundurën që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht, duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030. Koha e deshi që në këtë shesh Skënderbeut, kërthiz e Europës Ballkanit dhe xhevairi kryeqytetit tonë europian, ne t'u kërkojmë shqiptarëve na e besojnë ne administrimin e shansit historik të bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim një herë për gjithmonë me Azinë, të cilin fati pikërisht në këtë kohë e solli në duart e Shqipërisë. Dhe shqiptarët na e plotësuan kërkesën me një mbështetje po aq kuptimplot sa sfida e madhe që na risollin këtë shesh sot, si bartës të mandatit më të rëndësishëm dhe më sfidues të Partisë Socialiste, qyse të paktën unë jam kryet saj, një mandat i fuqishëm sa nuk ka, ama për të fituar një bast historik sa nuk ka. Me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën.
Ky është një mandat për të bërë një me fatin evropian që kalorsi mbi kokat tona, profeti ynë kombëtar Gjergj Kastrioti na e përcaktoi si fatin ton të patitërsueshëm dhe që pasti brezat tërë shqiptarësh e bartën duke e fshehur, duke e nxjerrë përsëri, duke e mbuluar, duke e rizbuluar përsëri, duke e mohuar me gojë, duke e ripohuar me akte në kalvarin disa shekullor për mbijetesë. Derisa rindasit tanë, herojtë e pavarësisë, luftarët e mendimit patriotik shqiptar, na e lanë të shkruar me alfabetin shqip dhe të stampuar në flamurin e kuq me shkabën dy krenare, përmes një odiseje të pafundme, kapërcimi kora shtypse dhe mjegullash verbuse, që për ne dielli lind andej nga Perëndon dhe askull tjetër. Ky është një mandat për ta mbartur me shpirt ndërdhëm gurin e pavarësisë, të drejtësisë dhe të barazisë para ligjit, derisa të mos e luaj më topi nga themelet e ngrejinës europiane të shtetit shqiptar, ku fantazmat e pandushkueshmërisë nuk do të gjejnë më kurrë vend. Ky është një mandat që shqiptarët na e besuan ne në një kohë kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës dhe rëmuja e re gjeopolitike paralajmëron kohë me sfida të mëdha përpara. Sepse shqiptarët e dinë se vetëm ne dhe askush tjetër mund ta udhëheqim Shqipërinë në një kohë të tillë, pa humbur busullën dhe pa humbur ritmin. Ky është një mandat për një sfidë historike e cila na imponon të bëjmë çmosin për të qenë sa më të bashkuar dhe sa më të vetëdijshëm për fatin që na ka ardhur në dorë, po nuk na ka ardhur për gjithmonë. Prandaj na takon ne të japim fund historisë si një popull i dorës dytë, të nëpërkëmbur dhe të përjashtuar nga fati i vet, dhe t'i dorëzojmë fëmijëve tanë një vend brenda kufive të Bashkimit Evropian, ku askush më kurrë të mos e shoh shqiptarin si të huaj dhe ku shqiptarët të jenë përgjithmonë zot barabartë shtëpie. Ky është një mandat për një Shqipëri të re, me një pozicion dhe fuqi të re, për të cilën ne do të arrisim prodhimin kombëtar nga 25 miliard euro që e kemi sot në 35 miliard euro. Do t'i rrisim të ardhurat për frym nga 10.400 euro që i kemi sot në të paktën 15.000 euro. Do të arrisim pagën mesatare në sektorin publik nga 1.000 euro që e kemi sot në të paktën 1.200 euro. Do të arrisim pagën e përgjithshme mesatare nga 830 euro që e kemi sot në mbi 1.000 euro. Ky është një mandat ku ne do të jemi më pranë se asnjëherë pensionistëve, me synimin që ta ngrem pensionin minimal në 200 euro, ndërkohë që pagën minimale do ta ngrem nga janari 2026 në 500 euro. Dhe në Shqipërinë 2030 paga minimale do të jetë të paktën 650 euro. Ky është një mandat për Shqipërinë turistike, me investime shëmbullore të nivelit më të lartë nga veriu në jug dhe me Tiranën si platformë e një koleksioni spektakolar të arkitekturës. Ky është një mandat për Shqipërinë me një industri të rilindur ushtarake dhe me një industri të zhvilluar agro-ushqimore. Ky është një mandat për Shqipërinë me një nivel ende më të lartë sigurie dhe rrugë kombëtare, qytetet mëdha e shkolla të mbuluara me kamera inteligjente për sigurinë e të gjithë fëmijëve tanë rreth parë. Ky është një mandat për Shqipërinë me një qendër shëndetësore rajonale ekselence në kompleksin e QSUT-s dhe një spital ultramodern të gjeneratës fundit në zonën e Durrësit. Ky është një mandat për Shqipërinë me një universitet evropian mjekësie dhe me një nivel të ri mbrojtje të mjedisit dhe administrimit mbetjeve. Ky është një mandat për Shqipërinë me shërbime ende më moderne për qytetarët digjitale, me një arsim ende më të zhvilluar digital
me parqe të zhvilluara digjitale dhe me një ekosistem shumë të zhvilluar digital. Ky është i mandat për Shqipërinë me korridorin blu dhe korridorin e 8 që do të hyjnë në operim, me portin e madh tregtar të Durrësit që do të hyjë në operim, me portet turistike në operim, me të 4 aeroportet në operim dhe me kurudhat kryesore në kantier. Ky është një mandat me besim të lartë, për një besim të lartë tek Shqipëria. Tamam siç e pa Naimi kur u ngazllye dhe këndoi ja ke vërtet pse rri e qetë për Shqipërinë ditët e mira pas këtaj vinë, shkoi errësira, lum kushtërronj, ta shoh zonjë. Motra dhe vlezër, shok dhe shoqe, është disa të herë gjatë këtyre javëve që do të përsëris se unë nuk besoj tek rastësit, se nuk ka mundësi tjetë kaq e mrekullueshme rastësia, kur pasi populli, duke e përgjigjur fuqishëm thirrjes son nga ky shesh e pastaj në të tëra sheshet e rrugët e Shqipërisë, i ka transformuar zgjedhjet politike në një referendum për bashkimin sa më parë të Shqipërisë me Europën, Europa mbar do vi e do zbres në këtë shesh, duke filluar nga nesër, me tërë udhëheqësit e saj, ndër të cilët kryeministri i Britanisë së Madhe vjen i pari për ta nisur qëndrimin e tij në Tiranë me një vizitë bilaterale, e para në histori e një shefi të qeverisë britanike, ndërsa presidenti i Francës largohet i fundit pasi do të qëndrojë pas summitit për vizitën e tij të dytë bilaterale në Tiranë. Shqipëria e 3 ditëve që vijnë do të jetë në kuptimin e vërtet fjalës qendra e Europës. Dhe pastaj do ta nis javën e re me një imazh edhe më të mirë, edhe më të fortë, edhe më krenar si Europa e Ballkanit, që do të jetë leitmotivi, do të jetë inspirimi, do të jetë burimi i të gjitha energjive dhe patjetër edhe forca e këmbguljes son për 4 vite të tjera me radhë. Kini besim tek Shqipëria, sepse Shqipëria ka besim tek ne. Dhe mbi të gjitha besojeni më shumë se asnjëherë tjetër se më e mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët është e gjitha përpara, po jo aq përpara sa ne të mos e arrijmë, por është aq përpara sa ne së bashku do të arrijmë. Shumë faleminderit gjithëve edhe një herë tjetër. Shumë mirënjohje, përulësisht respekt për gjithë ju dhe për gjithë ata që me votën e tyre na dhanë një energji të jashtëzakonshme dhe po e mbyll duke i siguruar të gjithë se asnjë vat nga kjo energji nuk do ta lëm pa e shkrirë për t'ju kthyer mbrapsht atyre dhe Shqipërisë. Ju thash që më e mira është e gjitha përpara. Ja, sa e thash po vjen noizi. Hajde mërdaj, hajde. Jo. Ne këndojmë dhe këtë e bashkë. My business. I need to pass. Hey, Johnny Durta, chill pass, ku është Shqipëria sot, jo? Që mund e këtu të gëgë, sa t'i doke, sa t'le,
Hey! Su mi pa që turta sa jemi këtu sot, qoni që turta? Nuk e s'kë kërë. E për shumë, si shë e vlasin ta. I për shumë me njët. Hey! Tot nosso outros piadas de voz. Só sozinha. Fumador, eu te entrego. Virar com a all right, sit boss. Si e për 2 minutë që qënë turtat, që sa jemi këtu sot, qënë turtat. Ju faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit edhe herë të gjithëve. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe bash tani. ROF, Partia Socialiste e Shqipërisë. ROF, Partia Socialiste e Shqipërisë. E treta vërtet do ta dëgjoj gjithë Shqipëria. ROF, Partia Socialiste e Shqipërisë. Zemër të pastër në notën time, të dërgoj dritën ama miserere, ama miserere. Në zemrën time, të minutët e pasoj, mirë se mirë njës po emër, kërcen palë shpirë, jarna leti po tajme, ku kam linë sot e haroj, jarna leti po tajme, vazhdo me shnejt.
Nuk e di kush nga kam një televizor, ka kam një konvenor. Ka mund të cene, pra, ka reporti ose do të cene. Hajde qiu.